dhënia e selamit vetëm atyre që e njeh. Esenca e selamit tek muslimanët është se çdo njeri të cilin e shef dhe e din se o musliman t'i japish selam. Pa marr parasysh e njeh, a nuk e njeh, a ke marrëdhënie të mira me ata, jo, selamin duhet ta përhapish. Kështu na ka urdhëruar pejgamberi alayhis salam. Madje ka pas prej sahabëve, siç është Abdullah ibn Omeri, Ebu Hurajra e tjerë që kanë dalë në treg special për ta përhap selamin. Asgjë tjetër. Nuk ka shku për të blejt ose diçka tjetër, jo. Ka dalë treg njeri vetëm për ta përhap selamin. Andaj kur i kanë shku nxënësit në bas, e kanë vrejt. Se ka dalë, ka hinë fillim tregut, ka dhonë selam krejt njerëzve, ka dalë, s'ka ble kur gjë. Edhe i kanë thonë, pse hynë në treg kur nuk blejte asgjë. Thotë, kom hi vetëm me njetë që ta përhapi selamin në mesin e muslimanëve. Kjo pra është suneti. E në këtë rast, kjo shenja është haram. Nuk mund t'i thuash se është haram, se nuk është vajxhib ta japish selamin, të fillosh me selam, është sunet. Ta kthesh selamin është vajxhib, mirë po ta fillosh nuk është vajxhib. Andaj mund t'i thuash se kjo shenjë është mekruh. Do të thonë diçka e papëlqyer, ama jo haram. Andaj nëse e shet dikën që nuk e praktikon, sidomos në kohën tonë është problem. Nuk do me thonë se bën mëkat, edhe pse ka hyrë tek shenja e kiametit për fat të keq. Andaj më e mira, më e pëlqyera, ajo që është mustahab për muslimanin është që ta përhap selamin. Atë që e njeh dhe atë që nuk e njeh. Kur e shef se i ka shenjat e islamit, jepi selam. Pa marr parasysh a mendon si ti, a nuk mendon si ti. A është në xhamatin tonë, a s'është xhamatin tonë, a e pëlqen hoxhën tonë, a s'e pëlqen hoxhën tonë. Jepi selam vëlla, edhe ai është musliman. Në mënyrë që mos të kontribojmë në përhapjen të kësaj shenje prej shenjave të kiametit.